Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Hani çdo mëngjes disa kokra ullinj dhe shpëtoni nga kjo sëmundje jo pak e përhapur. Ullinjt janë nga ushqimet më të shëndetshme, janë të pasur me yndyrra të shëndetshme, vitamina dhe minerale të domosdoshme për shumë funksione normale të trupit. Ja të cilat janë përfitimet kryesore nga konsumi çdo ditë i ullinjve. Sipas Brejtësaj do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga ky frut. Ullinjt ndihmojnë në rregullimin e niveleve të larta të kolesterolit, ndihmojnë në uljen e nivelit të lartë të tensionit të gjakut, është një burim i pasur me fibra, është i pasur me vitaminën E, është i pasur me antioksidant të fuqishëm, ulë rrezikun e sëmundjeve të caktuara si Alzheimeri dhe probleme të ndryshme, parandalon koagulimin e gjakut, mbron membranët qelizore, rrit fertilitetin dhe përmirëson sistemin e përgjithshëm riprodhues. Është i shkëlqyer kundër anemisë, forcon sistemin imunitar. Gjithashtu është i pasur me minerale si magnezi, hekuri, fosfori, jodi e të tjera. Furnizon trupin me vitamina dhe aminoacide të ndryshme. Përmban acid oleik i cili është i domosdoshëm për shëndetin e zemrës. Përmban element kompleks kimik të cilët neutralizojnë radikalet e stresit, nivelit të përkeqësuar të kujtesës deri në 25%. Një filxhan me ullinj do të përmbajë deri në 4.4 mg hekur. Ndihmon trupin të prodhojë elementë të cilët reduktojnë yndyrnat e këqija dhe gjithashtu i ofron trupit shumë vlera të mira shëndetësore. Ky frut jo vetëm që është i shijshëm, por përdoret edhe në ndërgatime të ndryshme, por do të ofrojë edhe vlera të larta shëndetësore. Ullinjt rriten në drurin e quajtur Oleo europea, zakonisht në Afrikë, Azi dhe në disa vende tropikale, përfshirë edhe ato të mesdheut. Ai është i pasur me hekur, kalcium, fibër, vitaminë K, vitaminën E. Por çfarë do t'i ndodhë trupit tuaj nëse i konsumoni rregullisht ullinj? Kur ju konsumoni ullinj, do të merrni një sasi të madhe të fibrave dhe lipideve të nevojshme për organizmin. Gjithashtu ullinjt përmbajnë një substancë e cila e bën djegjen e kalorive të tepërta. Acidi kryesor yndyror i cili gjendet te ullinjt është acidi oleik. Ky acid yndyror njihet për vlerat e tij dhe aftësinë për të zvogëluar kolesterolin edhe në përgjithësi për të parandaluar sëmundjet e zemrës. Do të keni një sistem imunologjik më të fortë. Ullinjt përmbajnë antioksidant, përkatësisht polifenol. Këto substanca bëjnë mbrojtjen e organizmit nga radikalet e lira, të cilat dihet se shkaktojnë infeksionet virale. Do të keni më pak rrezik nga disa lloje të radikaleve të lira në trup. Ullinjt përpose bëjnë mbrojtjen e organizmit nga infeksionet dhe sëmundjet e tjera, është vërejtur se gjithashtu mbrojnë membranat e qelizave nga disa lloje të problemeve. Edhe pse janë bërë shumë testet e kafshët, por jo te njerëzit, gjithsesi është vërejtur se në zona tropikale ku ullinjt përdoren shumë, njerëzit janë më pak të prekur nga disa lloje të radikaleve të lira. Do të keni një memorie më të mirë. Polifenolet njerësh ndikojnë edhe në përmirësimin e qelizave të trurit. Në çdo rast ato vrasin stresin dhe njëkohësisht ndikojnë në përmirësimin e memorjes. Në një ullumtim të departamentit të neurologjisë në SBA është vërtetuar se polifenolet e gjetura te ullinjt ndihmojnë në përmirësimin e proceseve neutrale, neurodegenerative dhe çrregullimeve të tjera psikike. Do të keni një lëkurë më të mirë me përdorimin e ullinjve. Ullinjt përmbajnë acidin oleik dhe vitaminën E, të dy këto përbërës të nevojshëm për një lëkurë të shëndetshme. Vitamina E ka funksion antioksidativ e cila mbron lëkurën nga radikalet e lira që shkaktojnë dëmtimet e saj. Në përgjithësi, nëse jeni dhe keni dëshirë të humbisni në peshë dhe njëkohësisht të qëndroni të shëndetshëm, atëherë ullinjt do të jenë zgjidhja juaj më e shëndetshme, pjesë e dietave tuaja të rëndësishme. Ullinjt mund të jenë një zgjidhje mjaft e mirë për organizmin dhe do të sjellin gjithashtu edhe mbrojtje më të mirë shëndetësore. Nëse dëshironi të konsumoni produkte të shëndetshme dhe me vlera të larta ushqyese, njihuni me arsyet kryesore pse duhet të konsumoni sa më shumë ullinj. Janë ndër ushqimet më të shijshme që sjellin një sër përfitimesh për shëndetin. Ullinjt mbrojnë enët e gjakut dhe forcojnë sistemin imunitar. Ullinjt, sidomos ato të zinj, janë me të pasur me antioksidantë jashtëzakonshëm që veprojnë si një pastrues i trupit.
duke shpëtuar nga shumë substanca të dëmshme. Ato ndihmojnë në trupin tuaj të nxjerrë jashtë kolesterolin në mënyrë që të zvogëlojë rrezikun e shfaqjes së sëmundjeve kardiovaskulare. Ju ndihmojnë edhe në humbjen e peshës. Ullinjtë përmbajnë acide yndyrore të mira të cilat trupi ynë ka të nevojshme. Këto yndyra nuk akumulohen në stacionet yndyrore, kështu përdorini me kujdes në mënyrë që të ndihmojnë në humbjen e peshës. Ullinjtë janë një shtesë e jashtëzakonshme për një vakt ose në mes të ngrënies, sepse do ju mbrojnë në mënyrë të shëndetshme. Ju ndihmojnë me dhimbjet dhe uljen inflamacionet. Si ullinjtë, ashtu dhe vaji i ullirit përmbajnë antioksidant të fuqishëm. Ullinjtë gjithashtu përmbajnë një përbërës të tillë si oleokantal. Ky përbërës është më karakterizuar nga shija e hidhur dhe vetitë e tij të forta antiinflamatore. Ullinjtë janë shumë të shëndetshëm për flokët dhe lëkurën e shëndetshme. Ullinjtë dhe vaji i ullirit kanë ndikime të mahnitshme në trupin tonë. Ato përmbajnë sasi të madhe të acideve të pangopura, yndyrnave dhe omegës 3. Këto acide ushqejnë, mbrojnë dhe hidratojnë lëkurën dhe flokën tuaj. Përmbajnë vitaminën E, e cila ju mbron lëkurën nga rrezet ultraviolet. Vaji i ullirit ushqen lëkurën dhe flokën tuaj. Ai përmirëson edhe sistemin e tretjes. Ullinjtë janë të pasur me fibra të cilat janë të nevojshme edhe për funksione normale të sistemit tretës. Vitamina E dhe yndyrnat e pangopura pastrojnë zorrët nga radikalet e lira. Një filxhan me ullinjë të zinj përmbajnë 17% të marrjes ditore të fibrave, që ndihmojnë në përshpejtimin e procesit të ushqimit dhe shpërndarjen e tij. Pasurimi i dietës suaj me këtë produkt do të ofrojë gjithashtu edhe një mbrojtje më të mirë për shëndetin e zemrës. Shumica e rekomandimeve ushqyese rekomandojnë vajin e ullirit si vajin e preferuar të gatimit. Vaji i ullirit përmban acid oleik i cili rrit kolesterolin e mirë dhe ndihmon në uljen e presionit të gjakut dhe mirëmban shëndetin kardiovaskular. E njëjta gjë mund të vijë edhe nga konsumi i ullinjve. Ullinjtë janë të pasur me yndyra të shëndetshme. Kur bëhet fjala për shëndetin e zemrës, ullinjtë e yndyrshëm qanë janë të rëndësishëm edhe më shumë për organizmin, prandaj preferohen ullinjtë të cilat janë të pasur me yndyra të shëndetshme. Disa vite më parë kishte një tendencë në krejt të dietave me pak yndyrë, megjithatë u zbulua se si rregull njerëzit që reduktonin marrjen e yndyrës në mënyrë të pandërgjegjshme rrisin konsumin e sheqerit duke kontribuar kështu në rritjen e obezitetit, citon eksperti. Ullinjtë janë gjithashtu shumë të pasur për organizmin tuaj, pasi mund të mbrojnë gjithashtu edhe shëndetin dhe ta pasurojnë me fibra. Ullinjtë janë një burim i pasur me lëndë ushqyese dhe veçanërisht fibra të vlefshme bimore, të cilat kanë efekte të shumta të dobishme për organizmin. Për shembull, një gjysmë filxhani me ullinjë përmbajnë 1.5 gram fibër sipas ekspertit, ndër të tjera, fibra ndihmojnë me tretjen e qetë, reduktojnë rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare dhe kontribojnë në ndjesinë e ngopjes, citon dietologu i klinikës Cleveland, Devon Pert. Ullinjtë përmbajnë vitaminën E dhe antioksidues. Vitamina E është një antioksidues i fuqishëm i cili mbron qelizat nga dëmtimet dhe që rrisin rrezikun e sëmundjeve të ndryshme siç janë ato të Parkinsonit. Ato sigurojnë një ngopje më të mirë për shëndetin. Falë përmbajtjes së lartë të yndyrnave, ullinjtë përbëjnë një recetë të kënaqshme ushqyese. Kjo është për shkak se yndyrnat janë shumë të mira dhe duan shumë kohë për të tretur, kështu që ju ndihmojnë të ndjeheni të ngopur për më gjatë. Ullinjtë janë një zgjidhje ideale pasi kombinojnë ruajtjen e shëndetit të mirë me ndjesinë e ngopjes, citon Pert. Ato ndihmojnë në menaxhimin më të mirë të niveleve të sheqerit në gjak. Njerëzit që hanë dieta të pasura me yndyra të pangopura si ato që gjenden te ullinjtë e kanë më të lehtë të mbajnë në kontroll sheqerin në gjak. Sipas ekspertëve, ullinjtë janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në këtë aspekt të shëndetit tuaj. Ndaj, asesi nuk duhet të mungojnë në recetat tuaja të përgjithshme. Vëmendje: ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative që mund të kenë në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.